në spekulimeve, në kohën e spekulantëve. Mu për këtë arsye, rënja e të gjitha iluzioneve një nga një në shoqërinë tonë, dhe kjo është pjesë e dekadencës së një qytetërimi në fakt. Dhe në qoftë se nuk duam ta lexojmë, jemi thjesht duke mbajtur në këmbë, atë që është kufoma e eufemizmave me të cilat bëjmë sikur komunikojmë dhe rrezikojmë që të besojmë atë që po themi. Dhe kjo është shumë më tragjike. Igen? Sigurisht që debati u bë pak edhe në terma filozofik, edhe sigurisht që mirë bën të jetë kështu, sepse nga qytetërime në fund ne mbajmë mend filozofët edhe idetë edhe teoritë e tyre, jo të përditshme. Kanë frymëzuar mirë, po, absolutisht ndryshime të mëdha në histori dhe janë bërë arma e fuqishme e lëvizjeve, e përmbysjeve të mëdha, pa filozofit. Dhe kështu duhet jetë, edhe kam përshtypjen që është e tepërt mbase që në hapësirën tonë ku prej dekadash... Më fal, Migen, duke sjell tani në përmend çfarë tha Bledi pak më parë, gazetat, lufta, opozita, shtypje etj. Pas një lloj kështu konotacioni apo konteksti tjetër, me Albanin, edhe Albani mund ta ketë dëgjuar, se unë e kam dëgjuar kur isha student, një nga frazat ishte një thënie e Leninit, më jepni një gazetë të bëj një revolucion. Domethënë këto ditë edhe ne po diskutojmë të gjitha të tjera pushteti. Kur De Gaullit i kalon qeverisja në një protestë të jashtëzakonshme në atë kohë ku 10 milion hynë në greve dhe vunë në krizë, le të themi Francën, ai pyet është sarti në protestë? Jo, i thonë. Atëherë nuk ka asnjë problem. Sepse idetë mbi të cilën mbështetet qoftë edhe lëvizjet shoqërore, janë ato të cilat mund të garantojnë një lloj suksesi. Edhe këtu për të kthyer prapë tek pyetja juaj që pse nuk bie Rama sot, edhe qeverisja në përgjithësi. Edhe unë mendoj që kjo është pse nuk e largojmë, pse nuk e rrëzojmë dhe a pyet ai për protestat se që të bjerë, se duhet të bjerë kur është në rregull aty ku është. Unë kam qenë pjesë e lëvizjeve të cilat kanë prodhuar protesta në të cilën Rama ka pyetur, ose i është bërë vonë për to edhe ka reaguar, ashtu siç kam qenë edhe pjesë e protestave të cilët Rama i ka injoruar krejt edhe. Mirë, po kjo sigurisht që në rastet ku kanë qenë kombëtare masive në numër, kanë vënë në vështirësi qeverisjen. Në raste kur është diskutuar mbi ide, mbi kërkesa konkrete të prekshme, të matshme, e kanë vënë në vështirësi. Gjithmonë kur kërkesat, edhe kjo kam përshtypjen është edhe një pikë e dobët e ditëve të fundit, ku kërkesa kryesore është Rama ik, dhe nuk i vendoset asnjë ide tjetër mbi të, bëhet akoma më e vështirë që thjesht me kaq të kesh mundësi dhe potencialin për të larguar një qeverisje. E kupton sa arkaik, sa i dal boj është ky slogani Rama ik, domethënë kam 30 vjet që e mbaj mendun pavarësisht të emrit, ë? Mua më vjen keq për një lloj mungese të kreativitetit që politika jon prodhon, po edhe është e justifikueshme kur shikojnë që të njëjtët lider që rinë 30 vite nuk mundet të prodhojnë ose nuk mundet të shpikin brenda dekadave veten e tyre me disa herë. Kështu që edhe teknikat e mënyrës se si protestojnë dhe reagojnë janë të njëjtës shkollë, nuk ka se si të jetë ndryshe. Vetëm po të shikoni hapësirën publike të vendit tonë këto ditë e fundit, një grup intelektualësh që hodhi idenë e bashkimit të opozitës, filloi në të gjithë diskursin publik, po diskutojnë mbi një ide.